Një nga figurat më të njohura të filozofisë bashkëkohore, profesor Giuliano Di Bernardo, ishte i pranishëm në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane në Korçë, ku mbajti një ligjëratë të hapur me temë Burimet ezoterike të filozofisë. Profesori i njohur italian, njëherëzi autori një sër veprash të rëndësishme filozofike, hodhi dritë mbi origjinat e filozofisë përmes një qasjeje të re të trajtuar në librin e tij më të fundit, ku argumenton se filozofia nuk ka lindur në mënyrë racionale në Greqinë e lashtë, por ka rrënjë më të thella në traditat ezoterike dhe mistike të lindjes së mesme. Do të prezantoj librin tim ku argumentoj se filozofia nuk lindi në Greqi, por në Indiret vitit 1500 para erës sonë, dhe më pas u prap në Kinë, Siri, Iran dhe Egjipt, përpara se të mbrinte në Greqi. Shumë nga idetë që i atribuohen grekëve, në fakt kishin lindur më herët, theksoj gjithashtu se filozofia nisi si një shkollë ezoterike dhe nismëtare në Indi. Kur arriti në Greqi, ky aspekt i filozofisë humbi për shkak të strukturës demokratike të qytet-shteteve që e bëri filozofinë më publike dhe më pak të thellë shpirtërisht. Suela Dinellari, përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Sociale, u shpreh se kjo ligjëratë përbën një mundësi të rrallë për studentët dhe studiuesit që të përballen me mendimin bashkëkohor filozofik nga një prej emrave më autoritar të kësaj fushe. Në bashkëpunim me Bibliotekën Thimi Mitko të qytetit Korçës, jemi përpjekur të organizojmë një leksion të hapur dhe kemi të ftuar një profesor të nderuar të filozofisë italian, zotin Giuliano Di Bernardo. Profesori do të na njohë ne me burimet ezoterike të filozofisë, duke dhënë kështu një dimension të ri të filozofisë, jo vetëm të filozofisë së shkencës dhe gnoseologjisë, por tiparet karakteristike të atij misticizmi që ka ndikuar në burimet e filozofisë në tërësi. Pjesëmarrësit ndoqën me interes ligjëratën, e cila solli një këndvështrim të pazakontë dhe provokues mbi lindjen e mendimit filozofik, duke hapur një dritare të re studimi mbi marrëdhënien mes dijes, simbolikës dhe të fshehtës.